kom piskat, njën pas ka vdek djali. Me 2 prill të vitit 1999, si çdo shqiptar i Kosovës, morëm rrugën për Shqipëri, me gjithë si familjarët nga mungojshin shumë. Për një ish një të merë, po që aty e kuptum, që është lindin me starmeve dhe flaks, zhurmav, ashtu vdiq. Ka histori që nuk janë treguar kurrë, jo sepse nuk kanë rëndësi, por sepse janë jetuar në heshtje. Gjatë luftës së viteve 1998-1999, kur ikja ishte e përditshme dhe frika kishte zë, disa gra përjetuan një moment që nuk mund të shtyhej, as të pritej. Lindjen. Jo në dhoma të bardha, jo me drita të forta, por larg sigurisë, në rrugë, në male, mes lëvizjes dhe pasigurisë. Dërsa bota përreth shëmbëj, ato sollën në jetë fëmijë të pambrojtur, duke mbajtur trupin dhe shpirtin në kufijtë e mbijetesës. 24 prill të vitit 1998, fillun forcat serbe për me na sulmu. Unë isha në muajin e 8 të shtatzanis, vajzën e kisha 2 vjeç. Mora rrugën për të shku të familja jeme. Nejtëm disa ditë, dhe fillun edhe aty të nga bombardojnë. Dhe fillun nga për të ikur në një fshat tjetër. Kur shkum një fshat tjetër, në vend kuraje grata ati fshatit, se do të ndihmojmë, po vazhdum apet u kthym të familje eme. Nënën çdo ditë e shisha t'ju përgadit për lindjen teme. Në 28 maj, në mëngjes, kur zgjova, fillun dhimbjet e lindjes së bebes. Dhe babai im dhe nëna filluan të me qojnë me kërë kali për me lindë. Kur shkum Hyndje Gjakovës, na nalën policia serbe dhe na zbrazën çantën e bebes në tokë. Mas do minutash na thanë largohi shpejt dhe shkum na në spital. Për fat e mirë e kisha qikën e agjes tam sa një fetahu drejtoresht spitalit dhe gjenekologe. Dhe pejton aty në krizmav, se burrin se kisha krah aty, krah burrit, veç me prind të mi, lindi djali, e cili u bo gëzim i madh, se bo në nanë për herë të dytë, dhe pagzova me emnin Azgan. Për çështjet sigurisë, e se ish kohë lufte, me ndaloj qika agjes në spital një javë ditë. Dhe mas një jave, kur erdh baba ime dhe nëna, me mori në spital, familja burrit nuk dishin gjo për mu, as unë për ata, se ishin në vit të luftës. Kur kthym në fshatin e lindjes tem, njëstërmit na bombardun dhe duf milion fshatin. Unë e kisha beben një javë vite, dhe gjithë rrugën qajti djali. Kur qajti djali, unë u gëzova si mejti një kohë, ty ngajt për me hinë Hyndje Gjakovës, gjetë për gjoksin tam jam zonja frymen, dhe kur e kom shpalu, djali ishte i zverdhur, dhe britmat e mija kom piskat njën pas ka vdek djali. Nëna në dogra gjakovare e morën e shpalosën djalin për lulakit dhe ja dhan frymen artificiale dhe djali filloi të qajt. Aty u bo edhe gëzim i madh për neve si pështoj djali. Dhe djali s'kom fat të ti hiq. Te sa bo si u kry lufta. As nuk ka pas me shku të mjek, s'kem pas ku i qojmë vakcinat si ka marrë as një. Me 2 prill të vitit 1999, se çdo shqiptar i Kosovës, morëm rrugën për Shqipëri. Unë me 2 fëmijë, me babe me njani. Edhe pse i kishim krejt në luft në vijat frontit, me burr, me vlla, me krejt toni kishim, shkum, nja pritën mirë, si vllazni tonë shqiptar në Tiranë. Jetum 3 muj, mas 3 mujve u liru Kosova. Edhe pse ish gëzim i madh, me gjithë si familjarët nja mungojshin shumë, si nja u vranë në luft, po erdhem djegun e shkru mu,
i rritëm fëmijë, fillum jetën, edhe u rrit djali, hini në shkollë, e krev shkollën fillore, e krev të mesmen, edhe shkoj në fakultet në vitin e tretë mjekësisë. Su kur u lën në luftë, mes të zhurmëve dhe të armëve, filloi korona në vitin 2020, u shfaqi një lloj lufte për popullin tonë. Ditë Bajrami, me gjithë shokët e vet, fillun me shku në liçenin e Dugaxhinit për mu la. Kur në shku, për fat keq, asgoni u fundos aty, shokët e tjerë kanë pështu. Fatmirësisht, si kanë pështu tjerë, 5-30 ke ma lajmin si asgoni ka vdek. Për një ish një të merë, po që aty e kuptum, që është lindin mes të armëve dhe të flaks, zhurmav, ashtu vdeq, kohët pandemisë, se ishtë fashë si kohë lufte. Po, tonë jetën ka me jetu në zemra tonë, asgoni jonë. Ky dokumentar nuk kërkon të tregoj luftën ashtu siç është parë, ai ndalet tek ajo që u përjetua pa dëshmitar, tek momentet kur dhimbja dhe shpresa u takuan dhe jeta vendosi të vazhdoj.